Përshëndetje, shikues të nderuar, në këtë podcast kam një mysafir të veçantë. Ai është njëri prej aktivistëve më të hershëm të lëvizjes vetëvendosje. Përballë me është Egzana Zemi me numër 57 në listën e lëvizjes vetëvendosje për zgjedhjet e 7 qershorit. Zotja Zemi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Çu shpërvlerësoni fushatën e ditëtanishme zgjedhore? Një energji shumë e mirë, me të drejtën, pritja ka qenë jashtëzakonisht e mirë në çdo qytet të Kosovës kudo që kemi shku. Është një atmosferë shumë e mirë që besoj ka me u konkretizu në mënyrën më të mirë qysh po presim me datën 7 qershor, ku lëvizja ka me fitu, jam i bindur në afro 60% në këto zgjedhje, pasi që qytetarët e kanë pa shumë mirë se çka kanë bo, ose qysh kanë tentu me e dëshpru qytetarin që mos me dalë në zgjedhje bloku opozitar, por jam i bindur që ky projekt i tyre ka dështu dhe do të ketë një dalje masive edhe një fitore po aq masive si ajo e dhjetorit vitit kaluar. Te krejt këtu dalja masive kur po flasin këta, po është që tash edhe në qysh me 28 dhjetori, në konë dhe mërgjimtarët, tash nuk e kanë mundësinë teknikisht tonë me orë për shkak se në pushimet verore ofër, edhe që po shënë të partit ish opozitare, që po presin të pak të 100.000 persona me dollë ma pak në këtu zgjedhje. Por në anën tjetër është një numër rekord i mërgatës që është regjistru për këto zgjedhje, e po ashtu edhe ardhjet e mërgatës veç kanë nisë na para emisionit e pinëm një kafe bashkë, veç që takum një bashkëdhëtar që kishë ardhë prej Zvicrës, e kështu në çdo qytet Kosovës po takojmë vazhdimisht antarë nga mërgata, pra bashkëdhëtar që kanë pasur mundësi të vinë edhe po vinë, e jam i bindur që edhe numri rekord i regjistrimeve që është për këto zgjedhje ka me rikuperu këtë shpresën, thojza nëse më i me thonë që e ka pas opozita që nëse s'vjen mërgata, lëvizja ka me ra, e kështu ata me tentu me bo një qeveri gjithë bashkë. Me 7 qershor kemi mi pa rezultatet, jam i bindur që do ta korrim një fitore drastike. Zakonisht sistemet parlamentare për dalën për aty në presidencialës janë particionojnë maksimumi 50% me imëri, edhe që ato vetë përmbushën edhe i shtyjnë gjëmat për para. Ta është si një qytetar, pëse du të mi votu një parti, kur i mur 50%, s'mujti mi adolja këte i mandatin popullet prap. A vedin, mos është të lyp shumë për te i kësajna. E mira ma e madhe është që ma në fund e kena një subjekt politik që nuk dënë me nejtë pushtet me çdo kusht, po dëmë parime edhe shtet me çdo kusht. Në antë kalumen kena pas subjekte politike që me 15%, me 20% e kanë ngulfat pushtetin, ju në mundu me çdo kusht, me krejt aparaturat shtetërore me rujtat pushtet. E kanë rujt pushtetin me njësi speciale, me çdo aparat force që e kanë pas në dorë, veç me qenë pushtet, në mënyrë që me i pas benefitet e pushtetit. Pra me vazhdu privatizime, me vazhdu shpërndësimet pronav, e kështu me përfitu personalisht. Sot e kemi një subjekt politik që edhe pse i ka 51%, nuk bën kompromise për me nejt disa persona në pushtet. Por i mbron me çdo kush do parime, edhe prap janë qytetarët ata që vendosin, sepse vetëvendosja nuk ka frikë nga gjykimi qytetar. Nëse duhet dënohemi, janë qytetarët ata që flasin. Por jam i bindur që qytetarët e kanë pa jashtëzakonisht mirë dallimin mes lëvizjes vetëvendosje dhe gjitha subjektet tjera. E përmene privatizimet, nuk është që edhe vetëvendosja nuk ka bo privatizimet, dhe ka vazhdu kjo puna e privatizime. Mirë, po kthejna prapë të përsindja, 50% i këni post me 14 shkurt, 42, u këthit 51, që të paka shumë është mesatorja edhe që kam përshtypjen, këtu partit opozitare nuk i hezetun zgjedhjeve, është opozitare për shkak se thanë edhe qysh, na ma pur s'kina ku me shu, kam përshtypjen se me ndunë që aja është, qysh me thonë, tavoni i pështëm i tyne, odin dëshemeja e rezultatit tyne. Qka nëse kanë ngritje, si do mos lëdykëja me bashkimin me Vjosa Osmanin? E para se përket privatizimit, normalisht për shkak që AKP, Agjencia Kosovare e Privatizimit, ende është funksionale, për shkak që gjykata nuk na ka leju, gjykata kushtetuese ende formimin e fondit sovran që gjitha asetet e AKP-s i shtetëzon në një farë forme, ka vazhdu mirë po jo me u privatizu asetet kryesore të Republikës. Përkundrazi, shumë prona strategjike si
i janë dhonë FSK-s, janë dhonë ministrive përkatëse, Ministria e Bujqësisë ka kthy shumë prona në kompetencën e saj, e kështu secili institucion pra ka shpronsu dhe realisht i ka marrë edhe nga AKP asete që janë në interes të Republikës Kosovës, që në të kalume nuk ka ndodhur kështu. E dyta, sa i përket kësaj qasjes opozitës, është pikërisht ajo që e the, pra kanë hi me një logjik të kamikazit në këto zgjedhje, duke shpresu që s'kemi qa me hup, lëvizja vendosje kamera, Vjosa Osmani sigurisht në fillim ka shpresu që ka me pas një pëlqyeshmëri të madhe, por u shpërfaq vetë fatmirësisht, edhe s'po kemi nevojë ne fare me fol për të, po e shpërfaq vetëm për një periudhë. Sa në kupton e shpërfaq vetëm? Po e shpërfaq vetëm sepse përbes me kon dikush që sa po futet në politik, edhe me jep deklarata tilla skandaloze që po jep ajo është qesharake, lemo dikush i një profili që e ka ushtru detyrën e presidentës së vendit. Pra me gënjy publikisht si për rastin e Bonstilit, ku ajo ka qenë fare e vetëdijshme dhe njoftuar paraprakisht që qeveria e Kosovës, kryeministri Kurti, ka dërguar në Amerikë letër zyrtare diplomatike që ka kërku që Bonstili me u bë zonë e përhershme apo seli e përhershme e trupave amerikane, me dalë me deklaru që keni dashur mi kërku që ra Bonstilit e deklarata tilla, sinqerisht vetëm pjash përfaqin atë egon e saj. Mandej kur e nënshkryti dekretin për shpërbërjen e kuvendit, nëse të kujtohet, dule dhe tha që jam shumë krenare me këtë vendim. Kur e pa që reagimit e qytetarëve janë të këqija, herën tjetër e kthej, tha jam e pikluar. Pra, ndërrimit e tilla deklarata, pa sinqeriteti i till, po vrehet ashiqare dhe është shpërfaqe jashtëzakonisht shumë me çdo deklaratë të saj gjatë gjithë kësaj fushate që ka vazhduar edhe para fushatës. Ama të Vjosa, unë e kam në mendim që është shumë karrieriste edhe e kam thonë publikisht edhe çdo herë, tjera që për mua është nashta pi politikonëve të pakta që nuk e di cila kauza asoj prej që është në politikë, edhe kur ka qenë me ju. Mirë, po, a meriton dikush që ashtu i qyshin dy lanë bashka, dhe në Albini shpëtimtor, tash për një herë, mi thonë, se me thonë Frezer, kësë atë me Granellit, Dore Zotër e Diromës, shtë bashkëmëtore e Granellit. Asnjë koment të tillë nuk e keni dëgju nga asnjë kandidat për deputet e lëvizjes së vendosje, se lere më nga lideri i subjektit. E Vjosa po bjen vetë në nivel të tyre, po bjen në nivelin e komentuesve të Facebookit, po merret me çështje që nuk do t'i takonin pra po thëm asnjë triu që sa po futet në politikë. E lere më një ish presidentet vendit që po e synon përsëri atë post. Para mendoni mi u thonë frikacak qytetarëve, mi u thonë qenë kandidati tjetër pranë saj, që ndodhin lap, kjo është sinqerisht skandaloze. Me bo me thonë qëtë deklarat, cili do prej aktivistëve të vetëvendosjes, le kandidatëve, po aktivistëve, bëhet krye lajm në krejt mediat, që këtu besoj pajtohet shumë, se din çfarë zelli kanë shumica prej tyre me sulmu lëvizje. Po këto e thot presidentja e vendit, ju thot frikacak dhe qytetarëve, vetë pse po e bërtasin emrin e një kandidati tjetër. Përbes, kjo veç është përfaq egoizmin edhe nivelin e ult në të cilin ka radhë. Unë i kam dy probleme me vetëvendusin së të aspekte, por është marrë dhe kolegë të nësaj derit që kanë qitë dosjen prante, edhe jënë si vetëvendusja gjithmonë të, andaj aty një kanë thonë jeni me pëdykje me një moment, edhe që vedën frikacak, edhe qenë që ka thonë qytetarëve këna qitë na. Unë me që të ka mërmonë për ma si na konë edhe ne, kjo ka bo sa të video, kjo ka publiku. Për një moment, vetëvendusja të qysh i citën kur i pëlqen dhe publikime të media, po të njëjtën ku masanej do aktera, dhe një anisën e i shojnë që të media. Jo, absolutisht, na jena shumë gjithmonë të hapun edhe vazhdimisht jena në lupën e krejt mediumeve. Edhe kjo, unë menej që është gjë e mirë. Unë s'po thëmë që ndalën e vëzhgimin ose kritikën ndaj lëvizjes. Për kontrazi, kur jem pushtet, duhet me pas lup prej krejt mediumeve, prej krejt opozitës, po veç konsideroj që një qasje njëj duhet me qenë edhe me palën tjetër. Ne dim për shembull sa monitorohet komuna e Prishtinës, ka skandale të vazhdueshme, ose kudo që pushtetin e kanë subjekte tjera opozitare në këtë rast nëpër komuna.
Ama me bo me ndodhë në një komunë ku qeveriset prej lëvizjes diçka, e ki krye lajmë në krejt mediat. E veç që kjo konsideroj që është e pa drejt nëse bëhet në këtu lëvizjes vetëvendosje po e monitorojmë edhe po ja bojmë, po këto tjerat s'ka lidhje, këto tjerat s'pidemtojnë. Se konsideroj që secila komunë është e rëndësishme edhe krejt duhet më monitoru. Për shembull, kalojnë skandale në komunën e Prishtinës, dënë për shembull zoti Rami më qit taks 10 euro krejt qytetarëve të Mitrovicës, të Vushtrës, të Llapit, krejt komunave tjera, edhe ka tepër pak reagime. Me bo me thonë një deklarat tillë, dikush nga lëvizja vetëvendosje, përbes skandal bëhet. Ose për parim Rama, për shembull, na I hekim taksat për bizneset e vogla, në mënyrë që më jep mundësi njerëzve me hap biznese të reja, me nis iniciativa të reja, deri në 6.000 euro nuk kam e pagu të atem kërkush në fitim me mandatin e ri të lëvizjes. Për parim Rama shkon e barazon një pompë të derivatëve, pra një pompë të benzinis, qysh na e njohim kështu në termat tonë, e përditshëm, e barazon me një frizer. Para menoni me taksa, pra, si komuna e Prishtinës kam I trajtu njëjtë. 1.000 euro me pagu një frizer, 1.000 euro me pagu një pompë të derivatë. Po sot e patëm reagimin edhe avokat ka 1.000 euro e kështu me pagu. Po, edhe njëjtë duhet me pagun edhe një barnatore. Për shembull, një zejtar që menzi e përmbyll muin, është ta ka me pagun njëjtë si një barnatore që është rrjet jashtëzakonisht I fuqishëm. Sa I përket Prishtinës, pajtuhna komunës Prishtinës me kitë që ato që apëtu, unë me kitë kolegët e mi, që I kam mediave, shumicën I kam shuk që mojnë portali, I kam bashkëpuntuar dusta, se me thonë, unë gjitha kom pos një vrejtje në ta. Se me thonë, kërë në konë gazetat e shtypën e para 20 vjetë, se cila gazete ka pos një rubrikë të komuna e Prishtinës, Prishtina, kryqëteti, sot dyqyshim fokusu krejt të qeveria në ashta ma letë. Edhe këstoja, mirë për, unë nëse na I herë, zhvendus na meseli, ose e hopi edhe në zyre në Prishtinë të mediumit që kanë ata, unë të garantej që target kryesor të monitorimit kemi pos komunën e Prishtinës. Nashta edhe pse e di komunat ma shumë, mirë po Mitrovica, prej mediumëv, komuna është në flau, kush dhe që në pushtet, avden zakonisht rën monitorim, për që din tame asni medium Prishtinë nuk ka kategorit lojmeve për kryqëtetin. Për mu është e habitshme që kjo farpuna. Kjo djetë edhe pse ndodhë realisht. Janë me nejë si ko mungis profesionalizmi dhe interesi se kasta. Normal, por edhe në anën tjetër, komuna e Prishtinës përmes ndërmarrjeve saj, që I ka në falimentim pothuajse shumicën edhe në borxhe, pagun mediumet me shuma 40.000, 60.000 euro në muj. Ka pagu përmes ndërmarrjes Termokosi edhe ndërmarrja publike banesore, I kam pagu portalet e Valën Sylës, e shumë portale tjera, edhe normalisht që këta heshtin për komunën edhe sulmojnë vetëvendosin. Telekomin të kalumen të edin që shka shërby në heshtjen e mediumëve ndaj qeverisë. E na s'kena dhonë pare tila, për kundrazi. Telekomin për shembull e kena gjetë me 11 milion euro humbje. Sot Telekomi operon me 9 milion euro fitim. 20 milion dallimi veç në një ndërmarrje. Pikërisht për shkak që I kemi ndalë këto blerjet heshtjes. Prandaj po them që është shumë mirë me na kritiku, është shumë mirë me pas qasje kritike edhe mediat, edhe opozita ndaj pushtetit në këtë rast. Mirë po krejt që kishim kërku është që standardi me qenë njëjtë. Po të Telekomi edhe një kandidat vetëvendues s'ka dje këtë, unë thash për mu në 4 miliard buzet nuk qenë shëmpesh si qytetar ai fiton Telekomi 10 milion aja, për mu thash është shumë e rëndësi që Telekomi masaksisht vola është të funksionu në mënyrën perfekte të mundshme për para, se më thonë para 3-4 vjetë, njerës kanë kalu nip, ka se vola së të bën këtë, vola së të bën fillen magjistrolin, nalët, së të vola bën gjithkën, edhe ku dësi është një rjetë perfekt për dalën për IPKO që ko vazhdimisht. Këta kanë synun të kalumin me privatizu. Për shembull ki deklarat aty Hikmet e Bajramit, që thët nuk kam shpresë që Telekomi mundet me u forcu në herë. Para mendoni, ajo pretendon me qenë ministri e ekonomisë, edhe deklaron kështu për një ndërmarrje publike. Këta s'kan pas shpresë, se shpresën e kanë pas dikun tjetër. Qëllimin e kanë pas vazhdimisht mi privatizu këto asete. Po që tash pra, edhe e nal humbjen, edhe del ndërmarrja në fitim, edhe I përmirëson shërbimet.
Ja pse vetë Domethënë venduesi kur vullnet është e mundur, edhe kemi dëshmuar me punë, jo me fjalë. E keni një problem për perspektivës tame. Të LDK-ja zakonisht i sulmoni grot ju si gro, po se me thonë tash vjusën, hekmetin, a pëshet në qasër e vojle, Lumir nuk isha të e sulmu politike shumë, as pjetu këtë rival serjez, Lumiri, Avdullohi, po zakonisht mirë me hekmetin, me Janinin, tash edhe me vjusën ka pak. A është ma shumë çështje e rrezikut potencial, apo në meshë një kritik të ta? Jo, veç më kujtu, me qenë se kem të folë për Telekomin, më kujtu deklarata e saj për Telekomin, se ne kemi komentu vazhdimisht edhe huqjet në të kalumen qoft nga Zotri Abdullah Hoti që deshti liçenin e Imanit me zhndrunin liçenin Trump. Pa një me simbolik sa kesh hub Kosova me abo Trump. Jo, ta më puna, se nuk është çështja këtu, po çështja është që realisht ma shumë kënë të e falë se sa që kënë të e shtinën menaxhim. Por du më thonë, i kemi kritiku vazhdimisht edhe për çështje tjera dhe figura tjera të LDK-s. Mirë, po asnjëherë në nivelin siç ata tashmë po bin. Zdia e ke vrejt, për shembull LDK-ja, ne e kena të njëjtin diskurs edhe për PDK-n edhe për LDK-n, varësisht prej çështjeve dhe tematikave, ndërsa te LDK-ja nuk është e njëjta. Për shembull, me lëvizjen e vendosjes shndrohen Luan e Luanesha secili prej tyre, por nuk e kanë pas, as nuk e kanë kur çastin e njëjtë me PDK-n. Pra, ende kanë dy port në pozit, qa me pos sosit njëjtë ata. Por nuk e kanë pas çastin as kur PDK-ja ka qenë për shtat. Ja, për dalën për LDK-s nuk pajtona. PDK-s ja zëshin presidentin, kënë dëgje e propozike ja shumë thashe. Edhe pse fillimisht i kanë akuzuar që na keni vra. I harrun krejt Po ato. që të dishta me dal. A neve një fjalë hajvana e kanë përsërit një 50 herë. Sa herë kon zgjedhjet ata gjithë kanë thonë na keni vra shiku, jo çast na keni bëu apo kupton, nuk është se kanë akuzu, na për fshata zëdura. Mas ne ja kanë votu çdo kandidat. Po mas ne kon rezultatet të çfarë bëu ata qeveri pa kushte çdo herë me PDK-n. A me lëvizjen vetvendosje, nuk pe din as çfarë po dojnë. Së zotja zemi, nëse dikush i ka sit kushte PDK-s së të vend, i ka sit LDK-ja. Edhe kur o konë PDK-ja partia, por i ka thonë ves ndash ma kryeministrin. Edhe ja ka morë kryeministrin Hashim Thoçin prej ekzekutive, ka nxjerr Isa Mustafa me strategjinë e tina, që kjo është e vërteta. Edhe ku e ka dërguar Hashim Thoçin e ka bëu president. Pra, përbes kjo ka qenë ma shumë interes i presidentit Thoçin atë kohë me e marë postin e presidentit, se sa kështu kompromis i ti në këtë drejtim. Për shkak që ai e shterri disa mandate si kryeministër i Kosovës në atë periudhë, e pa që sukses nuk po ka, kritikat edhe paknatësit qytetare veç po rritën, edhe kur e pa që po rritën paknatësit qytetare, atëherë veç e ndroi rolin, deshti me dalin pozitën e presidentit. Me folshëm për këta se janë haug, a vëden, po folim, nëse folim për PDK-n pra, për cilën konsideron e partinë kryesore ose kundërshtorin kryesor politik për opozitës. Tash e di që me thonë ai kena 50% këta se shohëm, po si dhe se tjetë na fat gjatë dhe cilën e shënë LDK-n, PDK-n, nejse akën s'pët. Përbes këtë vlerësojnë edhe gjykojnë mas miri qytetarët. Se strategji partijoke, po thëmë. Po, por këta janë shëndrunë një tashmë. Unë konsideroj që shumë letë do të mund të ketë në të ardhme një shkrirje të blokut opozitar në një subjekt politik, pasi që edhe blokimin po e bëjnë të njëjtë, kritikat po thuj se i kanë të njëjta, në vend se të mirën... Po nështë ta pishujnë të pësit e njëjta atë. Por në vend se të mirën me programe, këta po mirën me të kaluarën, se nuk po na gjykojnë si kemi qeverisë. Hala mas shumë të fjallë që atojnë është ju keni gjuh gaz, ju keni protestu, keni gjuh gaz në kovend, ta e përsërisin çdo seancë, 3 muaj ditë kam qenë deputet në herën e kalume, në seancën për çmimin e naftës ku diskutejke, shumica e fjalimeve deputetëve opozitarë ishin ju keni gjuh gaz, ju keni gjuh gaz. Ato e ku marr fjalën edhe thash, këtu jena për çështjen e çmimit naftës besoj. Ish dashur me diskutu për këto problematika. Po du me thonë, as nuk kam program, as nuk kanë ai vizion caktum, e realisht as nuk pedin që apo dojnë. Leadershipin, se po më kishë, të këfatëm leadershipin, që sheshe rolin e Bedri Homzës mrena PDK-s? Po vetë fakti që po të keshët edhe ty, nuk ka nevojë është as me komentu ma shumë, për shkak se... Jo, vetë vendosja në Prishtinë, se të vjena për i qendrës Prishtinës zakonisht në mirë me Oranë Smoilin, e sidomos me këtë koaliciunin që e bonë në fund, me përparim Romen,
tash masi edhe epicendrës Prishtinës, qysh po funksionon kë koalicioni mes tyne atje në Prishtinë. Qëra përbes që shpejt edhe veç kurthano po. Unë edhe në Prishtinë kum njoh djem edhe të Prishtinës edhe të Mitrovicës që ju nkonë me PDK-n edhe bile një prej tyne pa të taku mas zgjedhjeve 2021-s kur i kena fitu 50%. Edhe kur u përshëndetëm kështu ai po thot unë alo me PDK-n jam veç. Edhe po du me thonë PDK-ja për mendimin tim një ndër gabimet kryesore që i ka bo është që një pjesë të njerëzve idealist edhe parimor shumë një periudhë shumë ma gjatë i ka bloku edhe nuk i kalon me pas hapësirën subjektet politike, pikërisht tu angazhu servil e madje edhe njerëz që në të kalumen kanë shërby kundër Republikës e kundër kombit. Kur i hap rrugë Fatmir Shehollit Partia Demokratike. Çfarë ka ho Partia Demokratike? Partia Demokratike, të paktën Sheholli vet ka deklaruar që ka pas bashkëpunim edhe me Shikun edhe me PDK-n. E konsideroj që këto i kanë pas gabime strategjike në të kalumen, cilat e kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë, edhe i ka përjashtuar për një periudhë gjatë shumë njerëz idealist subjektit të tij. Njësoj pak a shumë ka vepruar edhe Lidhja Demokratike. I kanë përjashtuar, i kanë anatemu një pjesë që kanë kontribuar shumë fillimet e Lidhjes Demokratike, edhe kanë afru njerëz cilët ma shumë i kanë dëmtu këto kauza. Për këtë, nuk po e thënë veçoni, kanë gjykuar edhe qytetarët e Republikës, sepse nuk kanë pas as kritikë të brendshme, nuk kanë pas as reflektim pas çdo kritike që ju është dhënë nga... Po e kumpote vetë vendusja zakonisht thujnë, edhe në qysh vetë PDK-n e u thejtë sa me Lështoko. Dënaj është atje kryetari real, po ne po më zjedhet e funë, këtu kërë bon listat, që Samia insistaj edhe djoli tina për me kom Fatmir Lima në list, edhe nuk mujti mja arrit asoj punë, edhe me zë e koptun dhe qysh mështetjen e tina tani mas zjedhjeve, pse gjithashtu sëlmet vetë vendusës, madje edhe presidentja për mene, ish presidentja, vjosa para 2 nete, tha vetë vendusja i ko 2 rrugë, tha mas zjedhjeve. Tha, o me neve, o me Sami Lështokën, qa po që këmiti Samic të tonja. Po përbes e kalumja të regon kështu pak, që Partia Demokratike ka një periudhë gjatë që s'ka leadership, edhe nuk është veç një kryetar në atë subjekt politik. Ka disa kryetar, po unë konsideroj që më është netshme edhe për demokracinë e tyne partijake është me i pranu, se sa me i mohu vazhdimisht ato, por rezultati me qenë krejt tjetër. Edhe një dëshmi e kësaj ke edhe Sulmin Skenderaj. Unë kur ka ndu Sulmi, na me ekipin të në orë të spitali Mitrovicës, edhe të këmë taku ty që ato, bëshëm s'këna posë mësi me full, se i e konë dhe të pak e zonën me haunën, me bashkëpunëtur tjirë. Qa të thanë që ato momente, arjeta dhe hysnije, që i shkon puna realisht, si pas verzionit të tyne. Po, normalisht në këmë shku me vizitu me njerë, masi që e këmë kuptu që ka ndodhë, dhe sinqerisht ka qenë një veprim të e periullët, që nuk do të dojë ndodhë në asnjë mënyrë, me dalë me sulmu një qytetarë të Republikës, që ka qenë i shoqëruar me deputeten në këtë rast Arjeta Feza, me 2 aktiviste tjera të lëvizjes, pra as në kuptimin kështu tradicional shqiptar burnor, e as në kuptimin politik e etik një kryetarit komunës, me sulmu një qytetar që është i shoqëruar me disa vajza të reja në atë mënyrë, me 6 turproja, me mshu gotë qelqin kry, për besë, kjo nuk i bën nder kërkujt. Po në këtë nivel po bin vetëm për shkak për mendimin tem që ju kanë dalë benefitet që i kanë pas të kalumen. S'kan mo terminale, s'kan mo mundësi me privatizu toka publike që kanë privatizu në të kalumen, edhe kjo po ja ushtën zelen edhe i natin da e levizjet. Po, aja ka shkrujt Sami Serbia, pikrisht se Samia ka thonë Albin Serbia për çështjet e veriut të Republikës. Kush ma shumë se jo në Mitrovice dini qysh ka ndru veriu i Mitrovicës. Mas mire e din qytetarët e Mitrovicës. Edhe tash, mi thonë Albin Kurtit, Albin Serbia për shkak të veprime në verit Mitrovicës, për besë është marrë bre,
prej nesh ushtarit të QK-s sidomos me ardhë kjo. Që kemi respekt jashtëzakonshëm për kontributin e tij edhe të secilit në luftën e ushtrisë shqiptare. Në kontekstin e Kosovës ku po jetojna. Ti mi thonë sa me Serbia, ose dikujna, nuk e merë shumë personale dikush, po në qytete provinciale, si me thonë Skanderaj, Vitia, Deçani, kur ata i thuj njëni tjetret, edhe mandejat atakuan kofë, unë e kom raportu për shamull për Fajdexhi këzashem. Me raportu për dëtë prizërinit, ta një të lërë. Pe kuptoj, po nuk, apo bëjka tash, ajmi thonë Albinit, Albin Serbia. Jo, nuk bën as një unë, as kolegë të mi gazetorë, Albini nuk përshohet me rejker, kam bravo as gazetorë të mi kolegë, zbën mi thonë kërkush kërkujna, pika aport. Sa kam informacione, unë, nashta i kam gabume, po zakonisht kur i marrë shtu ka daldoli nuk jenë fort gabume, është se i ka parapri një diskutim sasoj pune. Apo kuptan? Jo, nuk ka pas diskutim, aty me njerë kanë ardhë kanë godit, janë edhe video inqizimet që besoj herë të kur. Nashta mu më rajnë informacionet për rreth, a mësa mija, si mas informacionet mija, u shku mi thonë pëse për mëthu, edhe ma ndejnë në runja 3-4 lafe. Sështë fare e vërtet, asë një laf nuk është ndru, asë që e kam pa që ju ka ardhë realisht në kafe, pra po thëmë, si pas informacionet që i kam janë edhe video inqizimet, që kanë me dëshmu, ka shku direkt, fillimisht i ka godit me telefon në kokë, mas nej me gotë qelë që t'ka rik, edhe kanë sulmu gjithashtu edhe pjesa tjetër truproje ti që kanë qenë të e shëshru. Akti turp shumë, akt që nuk dhe duhe ma mu përserit kur, edhe uroj që këtu reflektojnë gjitha subjektet politike. Fatmirësisht, pjesa tjetër e fushatës ka kalu pa incidentet tila, uroj që sinqerisht kene reflektu. E pak njësin speciale, ati në farë natën me po, nuk, për mendimin tem, gabem është që shkojnë mramje, s'kan shku në pik ditës. Që për akte tila duhet mu arrestu edhe mu denu e mu gjiku se cili që bën akte tila. Pa marë parasysh kush është. Çfarë dërrohje se ndodhë, nuk me shka njësia speciale, pa provuni, herë shta pojdes normal, me shku me lyp kur koni këndërshtim, unë prandaj përëm që hitë s'ka lidhja natën a ditën, për çdo veprim til, policia e ka obligim. Realisht prokuroria ordron e policia është dashur me zbatuar atë. Normal, standard, që shkojnë tani vina ata tjerë. E përmene se... Unë gjithë e thëmë një sen, që është tepër e rëndësishme për secilin shtet me pas opozit. Po kur se keni pa kërkëm për lëvizje të vendosjet të rrejt qytetar e të sulmu njerëz, veç as kundërshtar politik. I gjushet me vue, me mije dhe me sen. Që të dashta me dalë, se si më haj ato i dim gjithë ato. Po kur për egon ton personale, kur pëse dikush neve nga ka thonë një term caktum. Neve herë nga kanë thonë jeni nacionalista, po dëni bashkim me Shqipnin, herë nga kanë thonë jeni me Sërbin, herë nga thëshin ateista, mas ne u këthyn islamista radikal. Do më thonë nuk kanë lënë epitet pa na e dhonë, por kur nuk kemi reagu për ofendimet personale që për na japin. Na kemi reagu për me mbrojt territorin, na kemi reagu kundër marrëveshjes për Zajednicën, kundër demarkacionit që na e ka hup 8200 hektar. Pra na kemi qenë radikal për me mbrojt vendin, jo me mbrojt sedrën tonë personale e egon tonë. Ama për mduket atë në hort për delë që i kina 10.887 metra, sojmë se ishëm në libra, edhe në vitet në 10, na se ishëm që i kina 10.887 metra katror, tash po thuin që mas demarkacioni, më opse pëse që kina pak ma shumë se qasë. Ne gjithë e dim, fatkeqësisht është marrëveshje e ratifikuar në Kuvendin e Republikës të Kosovës. Ama nuk është se s'keni thonë që kena me rishikuar, na normalisht do të përpiqemi ta rishikojmë, por jemi në një lojë që po nis, në vend se me nis loja 0-0, po jemi në një lojë që nis -2 golla, edhe 0-2 po nis. Erdhe ka shtyngat verije kina na zyren edhe për mene verijen kështu. Edhe zakonisht mësafir që janë politik, ja bëjnë një pytje që shepe verijen. Edhe kur po cilët që ajo ura kryesore se patërëm tu. E mirë është që tashmë janë shtu edhe 2 ura tjera që e bashkojnë edhe më shumë qytetin e ndarë pa drejtësisht. E mirë është që familjet shqiptare po kthehen vazhdimisht, djeke një tjetër familje që u kthye në Zveçan mas 28 vitesh prej kur është debu prej atje. E mira është që më në fund gjitha pikave kufitare, për një menjë është qitë pika, edhe tashme i ki nën kontrolin e plot Republikës Kosovës. E mira është që atje ku dikur kishte gurthys të disa gazetarëve që sa dëshajnëve të vendosin vazhdimisht
e bashkëpunonin me Zvonko Veselinovicin, i ki 10 stacione policore në gjitha zonat e veriut të vendit, e kjo pra është qeverisja e lëvizjes së vendosjes që njësinë speciale e policinë e Kosovës e forcën e shtetit nuk e ka përdorur për me rujt pushtetin, por e ka përdorur me shtri sovranitetin. Ky është dallimi i madh. Kur mi nguz gazetorët nuk më i pas sfidu tani, Audin. A lëduve të Berat Buzolja me gurthys. S'pat nevoja semrin një për mena, e dite. Po mas kësoj pune, Albin Kurti ka hypë në kërë ati në zirë 2019, edhe del ka bëj ke intervista kreative me ta. Adena, po del që edhe pak vetë vendusja, e ka këshyr interesin e vetë, nuk mund është me hypë në kërë, edhe tash mi kritiku. A i ka qenë në moderatori një prej emisione më të ndjekura. Edhe është ftu në debat si kandidat për kryeministër. Po vështë që përngaj si gurthysin e ka pas. A më gurthysin ja marrëm. Problemi është se... nuk është, i gurthys edhe zërtaresht, aja temë u konë në harruma, këpëtan. Pronën pikrisht ku ka qenë gurthysi, së dhe ki stacion policor. Po tash pruna mundet me konë, po pruna aj në aksione para një 15 vjetë ka hjek dorë, tash na qëto e dina, po për nësëll më një përborë që të ku po munde, si po jena kundërshtar t'ju. Jo, absolutisht jo, vetë se meria e ti mas, a i nëse i ka ofru debat kryeministrit Kurti në 2019, me logjikën që po ta jepi hapësirën e debatit, e mas ma jep ti prap na i pronë dikun tjetër, nuk ka me lëvizjen ashtë. Se besej që ka bosht. Pronat janë për të mirën e përbashkët, jo për kompromisë kështu individuale. Kthejeve vetë vendusja ka u shku që ka bo, te ka bo. A mund është tash pak me dol për sti aktualitetit edhe për ta djemëtërisja, mas neve edhe për tjerë që kam bos ta 17 vjetë. A mund shme të regu që shukon që kjo rëktimi i vetë vendusjes, se me thonë prej 2006 se ti herët në vetë vendusje, se organizot e shoqërisë civile që merr me aktivizëm politik, mandej ka hyrë në politik 2010 nëse nuk e ka bëj, o bo parti politike, ka qenë opozit një 9 vjetë, 10, një 10 vjetë, edhe mandej u bo parti me pushtet shumë të madhë, më të modhe që ka post në i kush, se mas numrave që janë kuven. Që shka ndu që evoluimi lëvizjes vetë vendosje. A i kene në rru edhe që është me thonë prioritetet në bozë pozitës kujnë i konë? Qërë vetë termi lëvizje të regon që na lëvizim vazhdimisht edhe jemi progresiv në çdo aspekt. Pra, lëvizja vetë vendosje sinqerisht ka qenë një krijim i një organizimi politik të jashtëzakonshëm, që lirisht më thonë është ndër më të veçantat në rajon dhe jo vetëm, ka nisë prej trive e trejave të këtij vendi që kanë pas shpresë për diçka më shumë pas luftës dhe realitetin që e kemi pa e është pa në atë periudhë ka qenë fatkeqësisht jo shumë shpresëdhënës. Lëvizja vetë vendosje si opozit, si organizat jo qeveritare, si lëvizje e vitit 2005, 2006, 2007, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe për partitë politike të asaj kohe. Për shkak që ka qenë një zë i fuqishëm që ka kërkuar më shumë për Kosovën. Pra, paramendoni me qenë në qeveri, jenë negociata me Serbinë për pavarësinë e Kosovës, edhe me pas një lëvizje qaq të fuqishme në rrugë që kërkon me çdo kusht pavarësi. Pra, ka qenë shumë e lehtë edhe për ekipin negociator të asaj kohe, me kërku më shumë për Kosovën, pikërisht për shkak të rezistencës dhe presionit që e ka kërku lëvizja vetë vendosje. Edhe çka do që kemi thonë realisht, është vërtetu me kalimin e kohës. Kemi tregu prej 2005 se sa i dëmshëm ka me qenë procesi i decentralizimit. Së dëshojmë se sa të minum e kemi sovranitetin në disa aspekte, pikërisht për shkak kësaj problematike. Ose në të kalumën, për ata që nuk e din, ka pas disa parti politike sërbe në Kosovë, që kanë garu në zgjedhje. Me marrëveshje të tilla dëmshme e kanë kriju listën sërbe që është një monstrum politik që dirigjohet direkt nga Beogradi. Lëvizja vetë vendosje ka vazhdu aktivitetin në çfarëdo forme për me dhonë një alternativë të re, por gjithmonë, për mendimin tim, tu ja kriju një mundësi shumë të mirë secilit pushtet për me kërku më shumë për Kosovën. Kur lëvizja vetë vendosje erdhi në pushtet, në vend se këta me na kërku më shumë neve në këtë drejtim, na e pam krejtësisht kundërtën. Na nuk kemi konë
lëvizje që jemi kundër gjithçkaje. Kur ka pas veprime konkrete që i kemi cilësu pozitive, i kemi mbështet. Nëse ju kujtohet aksionin Verit Mitrovicës i nisur nga qeveria Thaçi në vitin 2012, është përkrah publikisht nga lëvizja e vendosi. Në ora 7 nështë në mëngjes ka nis aksioni i policisë në Veri, në ora 8 mëngjes lëvizja e vendosi ka lëshu komunikat për media që e mbështet fuqishëm plotësisht veprimin e qeverisë Thaçi në veriun e vendit. Pra nuk kemi qenë kundër, veç për hir që me qenë kundër se jemi opozit. Nuk ju kemi thonë lëshoni pe se po na prishni me ndërkombëtar. Për kundrazi kemi thonë mbrojeni sovranitetin, shtrijeni sovranitetin. E këta kanë vepru krejt në anën e kundërt. E dini, as nuk na kanë dhënë mbështetje për targat, as për çështjen e strukturave paralele, as për mbylljen e atyre institucioneve, as për ndërhyrjet e kundër bandave kriminalëve serb. Mbështetje, po më shumë kanë thonë se vi përdorur edhe për politikë. Asnjëherë nuk na kanë dhënë mbështetje. Për kundrazi, madje kanë sulmu vazhdimisht, edhe vazhdimisht kanë thonë po na prishni me ndërkombëtarët, po na prishni me Amerikën. Po si jemi prish me asnjë prej tyre. Për kundrazi, në të kaluamën ushtria e Kosovës nuk ka ble asnjë lloj të armatimit prej Amerikës në këtë rast. Për herë të parë në qeverisjen tonë blejmë armatim direkt për Shtetet e Bashkuara. A dhe që kam përshtypjen që të armatime. A dhe nëse me thonë një fëmijë i vogël kur është, pështu pse s'pi qenë shkolla, dhe nëse s'pi blin një diçka që është për më të madh, po ajo kriju në 2019, 2018. Njëjtë është. Hekler për shembull, Hekleri është arma e gjatë që e kanë pasur edhe atëherë kena edhe sot. Kadria marrëveshjet i kanë shumë ata. Heklerin, ama në çato marrëveshje që na i kena gjetë, para mendoni Heklerin më shtrejt e kena blej atëherë se sa sot. Është më thonë ndryshon çmimi për Amerikë. Jo, çu ndryshon çmimi. Mas luftës në Ukrainë, krejt armë të shtrejtu në botë. Po problemi u kon që s'kan lidh kontratë me shtete, kanë lidh kontratë me kompani. Na më shumë kena pagu për kompani se sa për armën që e kena blej. Edhe atë sa pak armë kena pas. Për shembull, përveç 1000 ose 2000 trupa të FSK-s që kanë qenë të pajisuna me Hekler, veç 1000 polic kanë pas armë gjatë në Kosovë. Sot kanë secili polic i Republikës Kosovës ka armë gjatë sepse shteti i Kosovës i ka blej ato. Sot për secilin ushtar të FSK-s janë 3 pushk Hekler të gatshme për ta. Ta dhënë informacion. Pra e kemi 3 fishu. 4 milion i kanë shpenzuar. Çka komunë informacion. Domethënë vitet mandatin para prak kanë mujt edhe këta mi shpenzu 400 milion. Po i kanë shpenzu 4 milion. Këta 4 milion na 648 milion. Nëse bosh deputetën është i besoj se për shkak ndikimit të fuqisë që ki më bëu, lëpe në çfarë do forme se ti mendon në raport edhe këtyre ushtarët e FSK-s që janë inkuadru mujve të fundit. E kam pos ditën kur ju bo ushtar uniformat. Unë kam informacione shumë të besueshme që shumë prej tyre nuk kam pos rroba të shtrisë me vesh se s'ka pos në stok, edhe kolegët e tyre që kam pos ka 2-3 parë, ja kanë një shumë, edhe policinë që nuk që Sovjet nuk i kanë rrobat, nuk kanë marrë rrobat reja, dhe konkretin në aspekt, nuk është krejt dhe në që shme thonë këtë baktë. Asë një informacion nuk e kam që nuk kam pas roba, bashkë me u interesu, por nuk e besoj, po tëmë sinqerisht, por çka është më e rëndësishmja është armatimi. Për shkak që armatimi nuk po bëhet për me nis një luftë re. Armatimi po bëhet për me parandalu një luftë re. Kur është nda një shumë e konsiderueshme në vitin 2020 para luftës në Ukrainë, subjektet politike opozitare na theshin paranojak, s'ka ma luftra, jena të dash me në Evropë, nuk ka ma luftra në përbot, këta janë paranojak, nuk kalun 6 muaj ndodhe lufta në Ukrainë. Automatikisht u 3 fishun çmimet e armatimit. Pra, edhe po e shohim që pas ka luftra, edhe në Evropë, edhe në botë. Po du me thonë që po gutën pa kur po deklarojnë kështu, edhe fuqizimi i ushtrisë që e kemi bërë, që e kemi 3 fishu numrin e pjesëtarëve. E kemi 3 fishu numrin e pjesëtarëve, e kemi shumë fishu armatimin, prej 2 llojeve të armatimit, një Glock Hekler, një Glock, po du me thonë Alti, edhe një pushk Hekler, sot i ki 40 lloje të armatimit. Jo mu mësus, kërët janë shumë të irmatorë me sërë një. Pra po du me thonë, nuk është bo kjo për me pas luftre, për kundrazi kjo është që me menjanu një luftre. Edhe kjo me njanohet veç kur je i gatshëm edhe kur je i fuqishëm. Apo kthejmë pak në personalet e tem.
kur ka qenë çaj momente që ke hi në lëvizjen vetëvendosje edhe çfarë të bëni me hi? Kum qenë kogja i ri në atë periudhë, kum pas 15 vjet edhe kum shku fillimisht në fushatën e 2010-s, si fëmijë në atë fushatë, kam edhe 2 fotografi në tubimin për mbyll sa ditë në Prishtinë, ka qenë, por kur kum shku në zyre të lëvizjes mua antarësu, më kanë thonë që nuk i drejt mua antarësu se i ki 15 vjet, duhet kur ti bëj 16. Masnej në muajin maj, vitit 2011, pra janë mbajt, ka qenë një protest kundër Borko Stefanovicit, i cili ka qenë udhëhec i delegacionit sërb në atë kohë, edhe ka ardhur në Prishtinë. Lëvizja vetëvendosje ka organizuar ditë një protest, ku marr pjesë në atë protest, edhe mas protestës kum shku në zyre bashkë me aktivist, edhe kur ju mi mu antarësu, unë isha ngusht i bëjsha në po të më thonë 16 vjet, i genjeva kështu për një 4 muaj për vit lindjes edhe ju më regjistru si 15 vjet e gjysmë, me thonë lëvizje, për shkak që e kum pas një simpati të jashtëzakonshme, sidomos edhe për lëvizjen apo për Albinën, se çdo kam problem të a beson në lidera në projekt politik. Edhe liderin edhe projektin politik. Lideri e ka kriju një projekt tri politik që jam i bindur që ka me vazhdu gjatë edhe është një shembull për gjithë se si asnjëherë nuk bën me u dorëzu, edhe asnjëherë nuk bën me i qit para idealeve të përbashkëta, interesat e vogla personale. Albini kështë në publikën juhin të tonë edhe në takime zyrtare, qoftë në takime me qytetarë, se ka marrë pjesë shumë fshotra, lagje, gjithkund, po janë paka shumë takime formale apo gjysmë formale. Qysh është se Albini kur vjen zyret vetëvendosjes ose kur din në terren se shok, ç'a ndryshon për Albinin në televizion? Përbes është një prej njerëzve më modest që kum pas rastin me njoft në jetë. Kjo është edhe një ndër arsyet pse lëvizja vetëvendosja është sot në nivelin ku është, prej një organizate pra që ka nis me 10 persona, sot është subjekti më i madh politik në rajon, është organizata më e fuqishme në rajon, që korë fitore tilla pra me 51.1%. Herë thoni organizat, herë një parti, vetëm të bujnë çdo. Për mendimin tim është organizatë politike e proceduralisht është dashur me u regjistru si subjekt politik, kjo ka ndodhur në vitin 2017, por bindja jam është që pa marrë parasysh terminologjisë është një organizatë politike e jashtëzakonshme, edhe te tema ku kem Zoti Kurti, Albini në këtë rast është lirisht me thonë fat edhe për kombin, edhe për Kosovën që e kemi, për shkak që është jashtëzakonisht edhe i ditun, edhe parimor e këtë ka dëshmu me një jetë të tërë. Ju e dini edhe jeni nga një rajon që ka pas burgosën politik, çka do që thonë sot për shkak disa poena vogla politike, Albin Kurti ka qenë një ndër njerëzit më të maltretuar në burgjet serbe. Edhe asnjë njeri që ka qenë në burg me të nuk ka dalë kur me thonë një fjalë të keqe për të, pikërisht për shkak që i ka ditë torturat njerëzore që i ka përjetuar në burgjet serbe. Por e keni pa edhe deklarimin e parë kur del prej burgut. Asnjëherë nuk flet kështu për veten e vet. Ato po thotë fokuson e kanë prej pak sa të asnjëherë në atë video për shembull nuk flet për veten e vet. Përkundërzi thotë nuk jam i lumtur që jam liru, se kum lënë atje shumë njerëz që janë ende të burgosur politik. Po du me thonë një njeri i jashtëzakonshëm që kur nuk e ka qit veten e vet në pa për me qenë po ka qenë një modest i jashtëzakonshëm, një person që gjithmonë ka menduar cilësia më e fortë e tina. Cilësia më e fortë nëse kisha mujt me e përshkru për mendimin tim është që gjithmonë i qet para idealet e përbashkëta e jo ambicjet ose epshet personale. Keni marrë pjesë shumë aksionet vetëvendosjes në aktivitete. Cili është aksioni ose aktiviteti politik që ka lënë brejsa më shumë? Nuk e dija muj me veçu veç një, ka pas momente të ndryshme, ka qenë një entuziazëm shumë i madh kur i kemi bo protestat studentore me organizatën Studim Kritik Veprim, edhe ja kemi arrit qëllime protestav, mandej momente
të veçanta kanë qenë edhe protesta gjatë periudhës 2015, kur me ato protesta realisht e kemi ndalë zajednicën. Jo pa ndalë gjykata kushtetuese. Edhe gjykata kushtetuese, por edhe gjykata kushtetuese ka vepru edhe në bazë të kundërshtimit të madh që e ka bo edhe lëvizja e vendosje. Normalisht aty ka pas, na përshta kemi protestu, se kemi qenë të bindun që ka pas shkelje ligjore. Ama isë si keni hinë hak që atë farpuna, po kuptan. Për mendimin tam, a që atë jenë që atë marrëveshje, u koni farë paragrafi se thëtë kjo henë fusives nëse jap aprovimin gjykata kushtetuese që është në rregull. Edhe aja kalon një farë hilje që atë në fund ta, po kuptan marrëveshje. Me i kriju ushtri të veçantë, me ju dhonë kompetenca të atisarit plus. Do me thonë, nuk ka minoritet. Kush dole të gjenë, një minoritet ku do mbot, që ka edhe ma shumë se 5%, edhe 20% mi pas me në një shteti. Sërp nuk janë Kosovas 5%, që i ka kompetencat që i kësën komuniteti sërp. Është marrëveshje për me ta pranu pavarësin, pa kuja atisari. Hajde që kena lëshu pe aty. Kur është diskutu atisari plus, edhe vet atisari ka deklaru, ka thonë, pakoja që unë e këmë bo, ka qenë kompromis i dhemshëm për Kosovën. Do më thonë edhe aj vetë e ka kundërshtu atisarin plus. Qatë që ka qenë i bindun që i ka hinë hak Kosovës me marrëveshjen që e ka bo. E me dashtin, qëfar do forme, me pranu kompromise hala matrana, që i kryojnë edhe ushtri sërbëve në Kosovë. E ju japë e bosnjëzojnë një farforme me Kosovën, për bes ka qenë gabim. Na jemi të u përballë ende me ato gabime që i kanë bo. Por si që keni po, vazhdimisht që 5 vjetë... Po kush përnën gaban, që ta se në kone kanë bo dhe pavarësin... Që 6 vjetë kanë thonë, keni me lëshupe, keni me pranu zajednicën, keni me bo kështu, asë nuk u pranu zajednica, për kundrazi, territori është ma sovran se kur, Serbia është dashtë me lëshupe, sot me targat Republikës Kosovës, që e ki edhe sistemin, edhe simbolin e Republikës, kalën edhe në për Nish, edhe në për Beograd, edhe nuk guxon kërkush me ndalu, pra në një formë ose tjetrën, për herë të parë Serbia e ka pranu sistemin Republikën e Kosovës gjatë mandatit qeverisjes lëvizjes vetëvendosje. Përveç kësaj, mos të harrojna 30 palë zgjedhjet Serbisë janë mbajt në Kosovë paraprakisht. Erdhë vetëvendosja dhe së mbajt asnjë më. Le të na thojnë jeni me Serbinë, jeni me ata. Pa, edhe qysh, edhe këta mundën me thonë... Në pushtet flet me vepra. Edhe këta thojnë veprat, cilat janë shumë të rëndësishme sa fjalët e tyre. Edhe këta mundën me thonë që, për shembull, hajde që po dal pikë kënd vështrime ty në vetëvendosjes. Kur e na ordh na u kon këtu në Miko, apo kupton, kur e na ordh na u kon në Olekse, tash na e bënëm pavarësinë, larguam edhe në Mikun me aktivitetin tonë që na largu krejt Serbinë. A vjen është konteksti kohor ku nxan momentumin. Na jena kon rrugë të kërku me u largu ata. Na kon po ka herë zvjet aki ku asaj pune. Po du me thonë, para mendoj çfarë opozite e mirë për shtetin i na kon. Na se s'kena dash veç pushtet. Na kena dalë në rrugë mi u thonë mu largu këto, me pas kompetenca, me pas pavarësinë. Këta na theshin, kur s'keni me arë në pushtet se këta si len... Atë kujtohet që theshin. Theshin, kur s'kan me arë në pushtet se si len Amerika. Pse? Se kështë na pi kundërshtojna që to, e po dojna shumë me pas Republik, e për shtas na lojnë me arë në pushtet. Erdhën pushtet. Nuk pat problem as me Amerikën, as është interesant, se këta krejt aktivitetin opozitore kanë mështet që a din që shpërrina pak që është, se kanë mështin din zeje si ta është edhe më kanë mja vëllë. E që vazhdimisht kanë thonë, prej 2021-ës të ishin shtator ka zgjedhje, kanë mirëzu. Në tetor ka zgjedhje, kanë mirëzu. Ja, to e mojnë aktivistën e vetë, që më s'mjë largu, a përdin edhe nëse edhe pak. Me sinu mi mbajt aktivistat e vetë me genjeshtra, është gabimi maj madh që mujnë mja bo vetës. Sepse unë sinqerisht besoj, për shkak që shumicën e aktivitetit tem politike kum pasi opozitar. Edhe sinqerisht besoj që një opozitë e shnetshme i ndihmon shumë Republikës. Unë përshtaj jam i bindun që lëvizja si opoziti ka ndihmu shumë Republikës, aq më shumë tash si pushtet. Por prandaj po them që nuk mohat as aktivisti politik e as struktura e një partie politike me gënjeshtra. Për kundrazi mbahet me parime, me qëllime, me ide konkrete. E përmene verion, asociacionin, sovranitetin, krejt këtu në rregull, po një dy mësafir të opozitës, ish opozitës që i kom posë këtë javë, e kanë vu theksin të një letë që meratu si vjetë në kuvendin e Kosovës ligje i ri për shtetësin. Masaksisht e nejnë të ratë të një pëmdoket e tina. Që thetë se kush e ka posë shtetësin e Kosovës me në janar 1998, atërne ati, pasarësve të ti, i takujnë shtetësia Kosovës, edhe kanë thonë
këto tash na si një Mitrovic, për marrë shambull, Rot, ku Bojone, ai tjetre, krejt sërbët që ajo në konë Kosovë me një anar, edhe ata sigurisht që një pjesë të tyne në konë të angazhum kundër Kosovës dhe në luft, ta shkrit pasarës të tyne, kanë me morë bile prom Daut Haradina i tha Bejsa Rankovic dhe masaksisht shtu diçka ta ka morë shtetësin. Që që komentën që të lidhë edhe pasojat eventuale tina? Unë po thëmë se cilin veprim që e kena bo e kanë kundërshtu gabimisht. Edhe për targa kur veprum theshin sankcionet për që targa të kryn. Se cilin veprim që e kemi ndërmarë në veri e kanë kundërshtu në mënyrë tillë. Mos harrojmë edhe kur ura Afrim Bunjaku ka pas figura politike e publike që lidhen disa për tyne edhe me mediat që kanë reagu fillimisht që rezultati i angazhimit në veri. Mandej u tërhëqen kur i pa rezultatet në fund të asaj dite. Por po du me thonë edhe për këtë çështje. Na në Leposavić gjatë kohës ajo më angazhu në Ministrinë e Shëndetësisë e kemi shërtu edhe mundësinë e hapjes së një spitali, materniteti, ku gratë e asaj pjese mund të lindin. Ato e kemi kuptuar edhe një problem. Për shembull, ka shumë fëmijë serb që lindin qoftë në Karachev, Nesh apo në pjesë tjera të territorit që dalin për territorit të Republikës ose që kanë lind paraprakisht në spitalin e Mitrovicës veriore, edhe nuk kanë marrë në asnjë mënyrë s'kan mujtë mu pajis me dokumenta. Përmes këtij ligji, qytetarët që jetojnë në Republikën e Kosovës dhe çush përshkruhet edhe me ligj mund pajisen me dokumentat e Republikës së Kosovës, por kanë me qenë qytetarë të Republikës së Kosovës. A rrezikojna një kolonizim? Absolutisht jo. Janë komisione që e bëjnë verifikimin edhe një gjë e tillë është totalisht e pamundun. Tjetra, deri vonë, para se na me orë në pushtet, në për biznese sërbe 10 metra, nështë 50 metra larg prej ku jemi këtu në studio, tatimin ja kanë pagu Republikës Sërbisë. Kanë pagu hecë ata. Edhe kanë pagu përbes. Edhe kanë pagu. Disa prej biznese më të mëdha kanë pagu tatim zyrtar sërb të Republikës Sërbisë, kanë ardhur dhe kanë mbledhur tatimin 50 metra prej urës të Ibrit. Tash, secili biznes tatimi pagun Republikës të Kosovës. Ka fillu pagesa e energjisë, ka fillu tash me pagesa edhe ujit. Kështu që po integrohen në sistemin e Republikës të Kosovës. Kushdo që dënë me jetu në Republikën e Kosovës, është i lirë që është një marrëveshje dy anshme ka qenë krejt aktivitetin në veri për me fillu zbatimin e marrëveshjes të uhurit edhe më para përgatit për asociacion që shkene qef me i tonë. Zajet nic nuk ka me pas. Por këtë të garantoj. Gjithja e në qysh dush. Unë e kuptoj që është sinqerisht pozicioni jo i lehtë edhe për neve, pasi që po thëmë në vend se me nis lojën 0-0 e kemi nis lojën 0-3 për shkak të gabimeve që i kanë nënshkruar të kaluar. Por jam i bindun që marrëveshje dëmshme për Republikën e Kosovës nuk do të ketë. Fakti që ne kemi ofruar marrëveshje, por Serbia ka refuzuar me nënshkruar flet shumë. Në Ohër mos po lypin hala më shumë ata. Por ne do të vazhdojmë punojmë për Republikën, ta mbajmë sovranitetin, ta forcojmë Republikën në çdo aspekt. 1 miliard euro do të investohen në ushtri mandatin e ardhshëm, 1 miliard euro në investime kapitale, 1 miliard euro tjera për fondin i cili do të ndihmojë pra në prodhimtari, në biznese të reja. Për ne janë të rëndësishme fuqizimi i brendshëm, më shumë se sa këto tematikat e jashtme. Nëse ne vazhdojmë ta forcojmë Republikën e Kosovës për brenda, për bes nuk do të ketë rrezik të asnjë forme nga askush. Nuk duhet ngecim këto çështje, sepse këto janë në fundit rëndësishme për secilin qytetar. Sa ju thonë shtyne zonave që spikohet nevojën theksin të mos përfundimi autostradës Zilonit, mos përfundimi total i rrugës për Podojev, mos përfundimi i plot i rrugës për Mitrovica dhe ne ka përfundu këtë dhe insprokonisë vështresësht. Sojnë që s'ka projekte kapitale, mos ndërtimin ai spitalit të ri. Ashtë mungesë e prioriteteve, apo sa autostrada Zilonit dhe qysh o nisë këzha më, tipo diqa u kurtu? E para, për shembull, ju e dini qysh kanë qenë punimet në rrugën Prishtinë-Mitrovica. Sa vjetë kanë stërz gjatë,
kur kemi ardhur në pushtet, hala kemi gjetë probleme me shpronësim të asaj rruge. Para mendo, një dekadë ose më shumë realisht kanë zgjatë punimet Prishtinë-Mitrovica para se më ardha në pushtet. Kur ka ardhur lëvizja e vendosje, kemi gjetë hala probleme me shpronësim. Fillimisht është dashmi me njanu këto, mi rregullu këto probleme me shpronësim, mas ne me vazhdu edhe besoj që është kry edhe është bo një punë jashtëzakonisht e mirë në një periudhë rekord, nëse e krahasojmë me ngecjet e stërës gjatura që ka ndodhur paraprakisht. Rruga Prishtinë-Podujev, pothuajse është në përfundim po ashtu. Ka mbetur ura mbrani doll edhe disa detaje tjera, por edhe ajo ka pas problematikën pothuajse të njëjtë me rrugës Prishtinë-Mitrovica. Probleme me shpronësim, keq planifikim, janë rregullu, janë sanu. Rruga Prishtinë-Pej është nënshkru, është planifiku me kushtu 217 milion euro. E kemi riplanifiku, i kemi rregullu problemet e shpronësimit, po e kryjmë me 75 milion euro. Po ja kursejmë shtetit 125 milion euro. Pra, që i kanë nisë, se besom ma letë është me nisë një diçka prej zerës, se sa një murit dredh me nisë me rindërtu qatë shtëpi prapë. Që thojnë ma shumë harsh shkon një murit dredh. Umërodha diska në me nuk po mëj pa të vetë edhe për zjedjet lokale të vitet kalum. Vetë vendosja ka pos në rritje këza në modën krahasime 4 vjetë ma heret e këne rikëty faktikisht në gjusë rikëthimi e këne bon me Mitrovica, e këne fitu Obilicin edhe Fushkosovën, nësa di që qëtujën komunat shtesë. Qa ndërru që fitu ka shumë komuna, se jo qostja vetë vendusë zakonisht të konë të pushtetit qëndrur, shtë me komuna fort nuk o mirë, a i këni këty dhe prioritetin komuna me morë dhe pushtetin lokal, apo kënë individualisht kandidat fatën për i cjallë Lëtoci dhe Valuni, fitun individualisht. Kjo është pa që lëvizja e vendosje tashmë është alternativa ma serioze edhe për komunat e Republikës Kosovës, sepse është dëshmu me komunat ku kemi qeverisë. Kryetarët e lëvizjes do të vendosin komunat ku kanë qeverisë kanë fitu pa balotazh. Kjo flet shumë. Pyeti qytetarët e Besianës, qysh ka qenë Podujeva para se me qeverisë lëvizja do të vendosje, edhe shesi është sot. Qerdhe të reja, qerdhe mshatra, ndërtimi tregu të ri, ndërtimi stacionit autobusa, ndërtimi poliklinikës, do më thonë një punë e jashtëzakonshme për një mandat vetëm. Prandaj fiton pa balotazh. Në Kamenic po ashtu. Qerdhe të reja, projekte të reja, politika jashtëzakonisht që e prekin direkt jetën e secilit qytetar, edhe rezultati dihet. Në Gjilan nuk ka arritur për pak me fitu pa balotazh, por edhe aty me njerë fitoria në balotazh është e thellë. Njëjtë në shtime, që po ashtu është investu... Shtime në pacësliruaj Siverije në borë në shtime është investu jashtëzakonisht shumë, po ashtu në çdo aspekt, edhe në qerdhe, edhe në rrugë, edhe ka fillu ndërtimi i qendrës tre të rehabilitimit për personat me aftësitë kufizuara. Më ka që ditë Fushkosova shukëty Obilicit 2 bastionet më doja. Përveç komuna pra ku kemi qeverisë e ku është dëshmu puna e suksesshme e qeverisjes të lëvizjes në për komuna, kemi qenë në balotazh si subjekti me mas shumë të komuna në rundin e dytë. Pra asë një subjekt tjetër s'ka qenë ma shumë balotazh në për komuna tjera sa ne. Edhe kemi fitu pra edhe komuna tjera, mandej si Fushkosova, Qyshe pa e gorë në konë flokën Mitrovica, a vëdin se aktivistëve të vendosjes, Janisi Albini me nesha si po flanë këtu ka neherë, po a i lëvizke. Pa Mitrovicën, lirisht me thonë, nuk ka Republikë të Kosovës. Mitrovica ashtu që ako lidhe kështë dhejtë, a vëdin. Pa Mitrovicën, unë prapë po them, nuk ka Republikë të Kosovës. Mitrovica është qytet jashtëzakonisht i rëndësishëm strategjik për Republikën e Kosovës e për kombin shqiptar. Jo që ka qenë sot, por historikisht. Ndarja e qytetit, degradimi i qytetit, mos zhvillimi ekonomik i qytetit, sinqerisht kanë qenë problematika që unë konsideroj nuk kanë qenë të paqëllimshme. Mitrovica është qytet tepër i rëndësishëm. Pa pjesën veriore të Republikës të Kosovës nuk mundet me pas Kosova ekonomi. Me sa kujtojnë 2 porzjet e fundit nacionale, vetëvendosja
kështu nëse morëm rezultat komunal, në zgjedhje nacionale, rezultat për qytete, ka fitu 2 herë mas shumë të në Mitrovic, dhe me thonë ka pos përshindjen më të madhe, edhe pse kundër kandidati më serioz për kryeministër ka qenë prej Mitrovice, e tash e keni edhe kandidatën për presidente prej Mitrovica, prit në me dol partia, por prap Mitrovic me shtot sërshor. Jam i bindun se po, bile bindshëm do dalim subjekti i parë në Mitrovic, sepse unë prapo e thëmë, sidomos Mitrovica e ka përjetu, lirisht me thonë, mas shumë të dorën e shtetit prej gjitha komunave të Kosovës, në shumë aspekte. Mitrovica e din pse ka mbet veriu i ndam, Mitrovica e din kujt i ka konvenu mandej me veriu i ndam, e din kush kanë qenë përfshim kontraband, gjitha këto janë sekrete publike në Mitrovic, po që i dim fare mirë gjithë Mitrovicalit. Prandaj, edhe besimi për vendosjen ka qenë kaq i madh në secilin parë zgjedhje, edhe jam i bindun që një rezultat rekord do të jetë në zgjedhjet që po vinë. Një mesazh të fundit për 7 qershor. Mesazhi i fundit për 7 qershor është, ja u kisha dedikuar gjithë atyne që ndoshta janë lodh nga të gjitha subjektet politike. Krejt tendenca e subjektet vjetra opozitare është me i lodh qytetarët që mos me dalin në zgjedhje. Unë i kisha lutë gjithë ata që na përcjellin, që eventualisht mendojnë mos me dalë për çfarë do arsye zgjedhore, veç le dalin, le të votojnë. Le ta votojnë KD. Po është tepër e rëndësishme secili qytetar me dalë në vota, me dëshmu që 10 minuta kohë zgjat procesi i votimit. Me dëshmu që çfarë do përpjekje për me lodh qytetarën e Republikës nuk mundet me imposht vullnetin e tij. Kështu që thirrja e fundit, nëse më thon për këtë emision, i shkon që kjo që secili qytetar me dalë me votu, sepse sinqerisht është tepër e rëndësishme mos me ranë në këtë grasë cilën po dojnë ta fusin Republikën e qytetarëve të saj. Ekzan, Nazimi, faleminderit shumë, ishte kënaqësi, një 16 pyetje pa ta bëu këtë me t'i bëu, po veç një 2-3 kum lezu se s'pat nevojë të qysh qas se rreth shumë shkoj mohabeti dhe po ta kënaqësi me bisedu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.